Jo, nuk i fjallë. Uj, s'ka? Përshëndetje të gjithë dhe mirë se vini në Flak Fare, podcastin më djegës në qytet dhe jo vetëm, siç e do zakoni Flak Fare, falenderoj gjithë ata që na ndjekin nga diaspora si fillim, sepse na komentojnë gjithmonë. I përshëndesim kudo ndodhen nëpër Amerikë, Gjermani, Francë, Kanada, Itali, Greqi, Gjermani, Portugali, Zimbabwe, kudo që ndodhen, i përshëndes gjithëve. Mos u ankoni më nëpër komente nëpër YouTube dhe komentoni jo më harruat një shtet specifik gjithë globin, kudo edhe nëse kanë Mars edhe në Mars. Falenderoj sponsorët e mi. Argjenari Donaldo që ndodhet gjithmonë pranë nesh. Bumbu është produkt i ri që ndodhet në Flak Fare. Bumbu është një rum special të cilin mund ta gjeni relativisht kudo, sepse është relativisht i ri, por së shpejti do të jetë gati në çdo vend që mund të blesh alkool. Me shije vanilje, banane, një mix interesant që nuk e prisa që mund ta gjeni në një pije alkolike. Falenderoj gjithashtu tonën e cila ndodhet me produkte të mrekullueshme, salcice, kremvice, salam, proshut, nga më të ndryshmet, dhe çfarë tjetër harrova, dhe Beats duhet ta lexoj në fakt sepse është shumë teknike si kompani. Nuk dhe shumë kohë që ta mësoja ta lexoja, e mund ta thoja përmendesh. Beats ndihmon bizneset të komunikojnë më lehtë dhe të gjejnë klient apo partner pa humbur kohë. Pra është një business to business. Në platformë gjenden biznese nga i gjithë vendit të ndara sipas sektoreve dhe interesave në mënyrë që çdo produkt apo shërbim që kërkon t'i gjesh menjëherë pa pasur nevojë të kërkosh nëpër Google. Kështu që mjafton të futeni në Beats, mund ta gjeni dhe në rrjetet sociale dhe realisht ju që jeni biznes apo aspironi të jeni biznes apo kërkoni që të jeni biznes, lehtësisht mund të përfitoni me kontakte dhe network të menjëhershëm. Thënë gjitha kjo, do të shkoj tek e ftuara ime, cila fakt kam luksin, fatin dhe kënaqësinë që pasi e kam ndjekur gjithmonë nga ekrani, sot ta kem live. Zonja dhe zotrinj, të flas me shkurt apo gjatë emrin? Pa, gjatë. Gjatë? Ifigenia dhe, po si brasilian, Ifigenia Dhedes. Unë falenderoj që ka dikush që mund të thotë emrin. Po pse më sa, aq i vështirë? Po për shqiptarët e vështirë është. Ma thonë Evgenia. Thue? Ifigenia. Wow. Jashu, thue di Franci? Ifigenia, jashure. Ela. Janë grekofon këta? Si janë grekofon ata në shqiptar, ç'di ka? Nuk e ka Ifigenia, nuk e ka Ifigeni. Ifigenia. Ua, ja janë grekofoni të dy. I kamare. Jo, mos ai s'ka jetuar, ai është nga Kuksi. Po çfarë lidhje ka kjo apo nga Kuksi nuk shkojnë në Greqi? Në Kuks shkojnë në Angli. Po mund të ndodhi fatkeqësia. Ifigenia. Po fatkeqësia ka edhe nga ata që kanë shkuar në Greqi të shkretët. Pse e the fatkeqësi? Po sepse mendoj se janë më me fat ata që kanë shkuar në vende të tjera. Nuk e fare minjose domethënë për Greqinë. Jo, jam minjose pafund, por e kam fjalën për sa i përket të gjithë njerëzit që kanë ikur për mundësi ekonomike, nuk kanë ikur për shef. Ifigenia Dhedes. Duket sikur je një vepër arti e skilit, për shembull, nuk e di nëse të kujtohet e skili. Po, ç'ne ky emër, domethënë, Efi? Ç'ne me këtë emër? Efi apo Ifigenia? Tani Ifigenia. Ifigenia ma kam vendosur ajo që më ka pagëzuar. Është i pagëzimit. Po, i pagëzimit. Si e ke pas para saj? Apo s'ke pas një? Kam pas emër. A do me thënë direkt emri të vu, nuk je si rasti im për shembull. Që unë në Greqi kisha Rudi, pastaj ma vun Rudi. Unë di që prindrit e mi kanë dashur të ma vënë Anastasia. Anastasia. Kanë dashur të ma vënë, po nuk e vendosën, dhe unë kam ngel pa emër deri 5-6 muajsh. Do me ti 6 muajsh e pagëzuar pastaj. Po, 6 muajsh. Je ortodokse? Ja, unë nuk do i futem kësaj teme, nuk jam ortodoks. Mos ju fut, nuk ka ndonjë gjë domethënë nuk i futin kësaj teme, ama në sikur u çan. Jo, ideja është që po i futa kësaj teme është shumë e gjatë, do ngelemi vetëm aty, por nuk jam ortodokse. Nuk beson fare në fe, le të themi. Nuk besoj në fe, besoj vetëm në Zot. Beson në Zot? Po, shumë. Në Zot ortodoks apo në Zot katolik? Zoti është vetëm një. Shiko, dakord. Ka të paktën zyrtarisht në botë 3000 zota të njohur. Sigurisht gjithë do thonë që Zoti është vetëm një, po edhe ata që besojnë në Zotin e tyre respektiv një thotë që është, por nuk njohin ta 2999 të tjerë. Pra nëse ateist nuk beson në 3000 zota, nëse besimtar i një feje, beson në
njërin dhe nuk beson 2999 të tjerë. O zot Sender Likove, gjithsesi një zot është për të gjithë, pa çka se ata i kanë vendosur 3000 emra. Po, këtë mendoj unë. Po ata që janë pagan, që besojnë në 12 zota për shkakun. Se di çfarë them. E shefe ka pa mat! Ti mirë se erdhe një në format, falenderoj shumë për faktin që pranove, që të përballosh këtë sfidë, se flak fare nuk është një format i zakonshëm, pra nuk është se këtu bëjmë biseda, këtu jemi me patate, me sallamet tona parë, pastaj kemi këtu salsa super djegse. Si ke marrëdhëniet me djegset? Ndal fare, nuk më pëlqejnë. Akoma më mirë. Po Nuk si- i konsumon fare, nuk i ke qef, kjo është nga më pak deri te më shumë. Deri më sot, i vetmi person që nuk e ka çuar deri në fund në thuaj jon, është vetëm Stefi. Ka quar Basha, Balla, Bama, Obama, po. Do me në të gjithë që kanë qenë, Eva Murati për shumë që ka qenë një koket, një gocë, kështu, si vetë duke shkështu e çoj deri në fund. Ashtu, ha? Po, Ema Andrea ka quar deri në fund. Po mirë, Nga gocat. sa të mundemi. Unë djegësit kam qef shumë pak, po jo me të pric, nuk e duroj dot, por unë do ta tentoj. Na vjen Landi, kemi një mis që kemi gjithmonë që nga Akoma se ke sezoni vrarë. Është i njëjti. Dua ta trëm, nuk dua ta vrasë, ç'a jemi ne. O, sa mirë. Okej, ta nisim nga e para njerë që të humbasim këtë tensionin e situatës që mund të kesh shumë frikë sa djegë se mund të jemë, do ta kuptosh që nuk janë fare, ja lyen pak kështu siç e lyva unë. Okej. Let ja nis. Por kam 2 javë pa bërë flak fare dhe më hante gjua, më hante goja, më hante çështje, dora. Okej. E më e fje se s'gënjejmë. do të Okej, të ka thras- që përballojmë. Apo do të thrasi Figenia. Ifigenia sa ashtu e kam emrin, pa çka se ma shkurtuan se nuk ma thonin dot, më thonin Evgjeni. Në Greqi Dhe të thrisin e gjithmonë- Figenia? Efi ta Jo, shkurtojnë edhe. Ifigenia në Greqi po. Figenia? gjithmonë, po. Ku ke jetuar në Greqi ti Figenia? Unë kam jetuar në Argos, Nafplion, Janin, Athinë. Agalast. Pse? Fshat. Gjithë Greqinë vajte në Argos. Në Argos kam lindur. Tani çfarë kam unë? Prindet e mia zgjodhen. Në Athinë ke qenë ndonjëherë? Të bëmi. Kush Jo. pëlqeu më shumë nga këto qytete që Nafli është shumë i bukur për shembull, është një qytet e vogël. Po, shumë e bukur, bregdetare. 40.000 sa mund të ketë banor, diçka e tillë? Apo Do kam flasim shumë? për banorë tani, seriozisht e ke E ti. mo doa të bëj kështu sikur kam informacion. Atëherë, për mua, qyteti më i bukur që unë kam jetuar është Janina, sepse aty kam përjetuar adoleshencën. Kurse në vendet e tjera kam qenë shumë e vogël për të dhënë një opinion. Këmbët Alipashës si ke parë një anin? Këmbët? Me shkënga që thot koka në Stamboll, këmbët në Janin, apo si kanë më? Pse s'është koka në Janin? Nuk e di, është koka në Janin? E koka në Stamboll, e këmbët në Janin. Këmbët. Janin. Qytet studentor Janina kam qenë. Besoj se duhet të ketë qenë bukur për vitet e adoleshencës. Si ke bërë deri në Deri në Likjo gjimna, 9 vjeçare i bie. Po, në 9 dhe ke vjeçare. mbush gjithë ata arsimin bas, po thëmë e kemi përmbush në Greqi. Jo, nuk kam qenë gjithkohës në Greqi, më kam bërë një çik ping-pong të shtëpisë time. Pse? Ku ke qenë? Sepse unë kam lindur në Greqi, kam bërë kopshtin, kam marrë klasën e parë këtu, Okej. klasën e dytë këtu, klasën e tretë Nafplio, Okej. klasën e katërt Athinë, klasën e 5 Shqipëri prap, pastaj Janin 3 vitet e fundit. Ka qenë oficer bap? Po jo, sikur të ishte, po jo, nuk ishte, edhe kështu. Si janë kujtimet e emigracionit? Për shembull për një ti e përmend e pak, për një pjesë të mirë të shqiptarëve emigracioni është konsideruar i vështirë, le të themi. Domethënë për mua emigrantët që kanë jetuar sidomos në Greqi, kanë përjetuar vështirësi, kanë ndjer racizëm, nëse vështirësi ekonomike sigurisht, se emigrant kemi qenë të gjithë, të varfër kemi qenë. Patjetër. Kam ndjer racizëm, por gjëja më e rëndësishme që në fakt ndjen është mungesa e prindërve. Pse? Po Janë në punë, janë të zënë? Po, sepse prindrit janë në punë dhe detyrimisht ty nuk ka kush të mban, duhet të të lëj tek një familjar, duhet të të mbaj dikush dado për shembull, edhe për mua tani që e kuptoj më së miri jetën, ajo ka qenë periudha më e vështirë emocionalisht. A ka lënë mendon pasojat e këtij? Patjetër që ka lënë. Një nga traumat më të mëdha që unë kam punuar shumë ka qenë braktisja. Edhe në mënyrë të pavedishme, normal pa faj, prindrit tanë e kanë shkaktuar këtë lloj traume sepse detyrimisht duhet punonin, nuk është se kishin zgjidhje tjetër. Absolutisht. Por ti e ndjen mungesën e prindërve.
sado i vogël që t'jesh, edhe pjesa tjetër për shembull kur unë kam bërë klasën e dytë ose të parën, se nuk e mbaj mend mirë, më kanë lënë këtu në Shqipëri dhe ata kanë ikur. Pra kjo pjesa e emigrimit për mua vështirësia më e madhe është mungesa e dashurisë që ndjej nga prindrit dhe mungesa e prezencës tyre. Pa dashje, por e bën dëmin e vet. Dhe patjetër pastaj sa herë shkoja në Greqi isha shqiptare qelbur, këtej vija isha greke qelbur, që kështu nuk e gjeja veten në asnjë vend. Këtej kisha racizëm për Greqinë, andaj kisha për Shqipërinë, që kështu ishte. Emigranti është i dënuar ose i mallkuar që të ngelet gjithmonë emigrant. Nëse e ndan jetën në shtetin, nuk do t'i përkasësh asnjërit, kjo dihet. Ja për shembull edhe unë nuk e ndjej Tiranën shtëpinë time, për shkak se kam gati 20 vjet këtu, prap nuk e konsideroj shtëpinë, Athinën jo, sa konsideroj shtëpinë time, Borshin jo. Ti do të thënë pa shtëpi. Pa shtëpi. Po a di kush është shtëpia? Po shtëpia është aty ku është zemra. Pikërisht. Po ku është zemra? Zemra është tek ti je shtëpia. Kudo që ti jesh është shtëpia jote, nuk ka rëndësi se ku shkon. E kuptoj shumë mirë këtë që thua. Unë në fillimet e mia kur kam marrë në Shqipëri, patjetër ka qenë shumë e vështirë sepse një nga gjërat që më thonin është kujdes si do i flasësh çunave, se unë kam qenë shumë. Po. Po mos takosh prindin. Po, diku do të nxjerrësh gjithë ato nerva. Dhe në Greqi fëmijë më ziheshim me njëri tjetrin. Ke qenë si çigot çun? Po, ashtu kam qenë. Nuk duket? Fizikisht flet. Fizikisht jo. Në temperament, tani ti nuk është se je personazh i panjohur, domethënë njerëzit të njohin ndërmjet një reality show, kështu që nuk është se ka shumë për zbuluar. Sigurisht ke qenë e drejtë për drejtë, e sinqertë, sfiduese, patjetër. Njeriu ndryshon. Gjithsesi, kjo është gjë e bukur, kam ndryshuar shumë. Deri në moshën 25 vjeç kam qenë pak, kur kam qenë në përputhje, nuk kam qenë 26 më duket, apo 25. Çfarë viti? E shkalluar kam qenë prapë edhe aty. Se mbaj mend viti, mos pyet vitet janë fare mirë, memorien e kam shumë të dobët. Mbaj mend periudha dhe i mbaj mend gjërat në mënyrë si foto, kështu si film. Vite gjëra nuk mbaj mend. Madje edhe emra harroj shumë shpesh. Kuptoj. Do vazhdoj? Do vazhdosh ti. Je keq me memorien. Kjo është tipar kryesor i ankthit thon. Ose i sistemit nervor të ngarkuar. Po, është shumë e vërtet, por mendoj që edhe truri shkret ka nevojë të bëjë çik vend për memorie dhe kujtime të bukura të reja. Mrekulli. Ti si dhe më thuaj një herë të dytën, mos duhet. Mirë. Mirë akoma. Mirë. Më thënë unë gjyë sa të dua, vazhdoj unë. Vazhdoj me radhë. Me thënë... Do më japësh ti leje kështu fjalën. Jo, mo ti po do futu, më? Jo, po të pyes. Ore, jepi drejtim, që se do jep, mos ndalo. Thjesht, i dorë muhabet, i dorë muhabet. Kështu kena ardhur për të ngrënë, kena ardhur me fol. Për me ngrënë, të drejtën, isha pa bukë dhe tha shqyr ka aty. Ore, si edhe për të pirë pa lek, prandaj erdha. Gëzuar me bumbë, gëzuar. Ja, është njerëzit që shikojnë sy kur bëjnë gëzuar, sa e bukur është. Është rregull ajo. Grekët se kanë. Ku pija, unë 15 vjeç kam ardhur. Ja ta them unë që nuk e kanë grekët. Grekët thonë një jamas edhe nuk është se japin shumë rëndësi. Po mirë, edhe këtu sot. Grek po çat pres që këtu buko. A mos e bëj çka, unë nuk urrej asnjë popull. Unë dy gjëra urrej në jetë. Vërtet. Vetëm gjëra që urrej janë racizmi, e urrej dhe grekët. Se bëj çka, si njerëz nuk mund t'i urresh individualisht dhe nuk mund të urresh asnjë popull, por politikat e tyre për shembull janë për mendimin tim janë agresive kundrejt shqiptarëve. Janë të indoktrinuar të na urrejnë ata ne. Janë mësuar kështu. Okej, mirë, skip. Vazhdojmë tek tjetër për se. Ikim tek gjërat mira. Si vendos ti të kthehesh në Shqipëri? Pse u ktheve një herë? S'kisha zgjidhje tjetër, morën shtëpisë edhe më sollën. 15 vjeç pra? 15 vjeç po. 15 vjeç. Nuk është se e zgjodha. Kam tentuar të iki shumë herë nga Shqipëria, sepse Shqipëria. Se vetë nga shtëpia. Edhe nga shtëpia kam tentuar. Po. Ups. Po, në fakt Shqipëria nuk është se... Nuk do ta vinte njëri i re, domethënë. Ai sa shpërrallca takoni pas 2 vitesh kupton. Oh, i vjen aku. Shqipëria... Fola keq. A pra, kujdese. Mami dhe babi im po të shohin. I përshëndes. Okej, bravo. Flet me ta, kemë marrë ne. I kam si shpërndej duar shumë. Shumë mirë. Ka si familja shqiptare. Shqipëria nuk më priti fare mirë. Kur them Shqipëria... Rama, Berisha... Po, të gjithë ta, nuk do të vini të më prisnin, ata ishin punë të tyre. Nuk e kuptoj këtë gjë.
ka qenë shumë agresive. Ne që jemi rrit andej, jo vetëm në Greqi, mendoj se edhe në vende të tjera, jemi shumë naiv. Ishim. Vjen këtu edhe Më kurse. vjen këtu dhe stërvitesh bëhesh njeriu më i fort i mundshëm. Dhe kam dashur shumë ta lë Shqipërinë. Kam tentuar disa herë t'i në Gjermani, t'i në Itali, thjesht t'i edhe në Greqi jam kthyer vetëm pasi mbusha 18 vjeç, por nuk më ka ecë. Donte energjia Zoti i universit më sillte prap këtu. Mirë bëri, se këtu më ecën gjërat shumë mirë, po aty kuptova që në fakt ne fajsojmë kot botën ose vendi ku ne ndodhemi, se çdo gjë ndodh për një arsye. A do ndjesin që unë kam dashur, je në vendin tënd për shembull? Ose ke gjetë paqe me të qenit mirë në vendin tënd? Po, sepse më pëlqen shumë të flas gjuhën time. Nuk e imagjinoj do të jem diku tjetër, po oh my god, edhe unë ftes për shqipe. Bëj shaka, ti e di që unë jam shumë krenar apo jo? Jo, po gjithsesi po ta them. S'kam nga e di, por Unë su pakzova për shembull. Oh, bravo. Po Nuk është e zgjodha unë. Po pra sa desha thënë 6 muaj më thënë dhe i thash i herë, mos më pakzoni, ata thanë jo, po kështu e bashtu, kishim një konflikt. Ja futa babin një herë me digan, i thash nuk ka shans, po nuk Që 6 muaj to, Efi? Jenia, sorry. 6 muaj. Çfarë bëre këto vitet e para tjetës në Shqipëri pastaj? Me çau more? Shkollë. Për? Filloi pak. Jasë, Çfarë për pra gjimnaz? Po pastaj? Pastaj Mos fol keq. Që sa tatu ka e? Nga ti flasë për tatut. Po, gjatë gjimnazit u futa në kurs tatuazhesh. Ne kisha aty afër shkollës. Gjithmonë kam dashur të merrem me çdo gjë që ka të bëjë me artin. Te Karben Broci. Atëherë ka qenë po. Ashtu ka qenë po. Pastaj vazhdova universitetin në Durrës për psikologji sociologji. A pse ke për psikologji sociologji? Nuk e përfundova. Po që si ke bëri? 3 muaj, 4, 5, 6, një vit? Po. Pra, ke pas prirje për atë, kishe qef? Po. Kam shumë prirje dhe sot jam pishman që nuk e vazhdova. I psikologjisë njerëzit i fijeni? Psikologjisë. Çfarë ke kuptuar nga impakti që ke nga unë deri tani për shembull që ke psikologjisur mua? Po. Është shumë herët. Është shumë sipërfaqësore biseda jo. Nuk mund të psikologjisësh njerëzit nga. Po më bëj më të thellë. Çfarë do doja ti të diskutonim ne që të psikologjisje ti mua? O plako psikologji quhet më? Tani kjo pyetje çfarë do doje ti të. Po pse po ja zoj. Po do duhet të ishim në kushte të tjera, nuk do duhet të ishim këtu. Amano po shumë e bukur podcast të bësh një bisedë, asnjëri se bën. Ta marrim sipërfaqësore gjithmonë. Po tani çfarë do të bëjmë? Do ta flasim seriozisht. Po më fol seriozisht. Po mirë, më fol. Çfarë shenjë horoskopi? Zot peshk. Peshk, beson në horoskop? Besoj në horoskop dhe nuk do të bëj asnjë analizë të horoskopit. Mos më bëj asnjë analizë, po pse e kaq negative, më nuk e kuptoj dot. Në sensin negative, në sensin e mbylljes. Ik punë madhe, Joni, hajde ulu, kupton, këtu lusit. Një dash ti harroje, je projektuar për dash. 14 mars më the do të lindja ditë e verës, ditë e shnuar në fakt, ditë e verës. Patjetër se kam lindur unë. Pikërisht. Jam thuaj si duket kjo e katërta. Se bëj shaka. Se ngjyva shumë. Seriozisht, fillove me hile? Pa bëta mame? Po, atë që ngjyva dhe gjua, po më. I vijeni atje natyrale ke bërë gjë? Kam bërë. Çfarë ke bërë? Kam bërë hundën. E ke pas kështu madhe me krap me gjëra? Kam pas shqiponj. S'ti imagjinoj dot me hundën shqiponj. Të kanë ndryshuar shumë portrete? Përputhen unë pa bërë kam pas hundën. Po nuk kam parë përputhen, më fal. Po mirë, futu shife pra. Se si kam pasur hundën, çfarë them? Je, del akoma videot e tua. Po mendoj se dalin. Pritet të shkoj njëri po të kuriositet. Ke mos e s'ke qenë keq? Po e di që s'kam qenë. Shumë Po mirë. shtaj që kam qenë keq. Jo, ke qenë keq lart. Ke bërë shumë mirë, më dëgjoj. Te unë bëja çik shkurtim veshësh. Dëgjoj. Si duket i bëj? Një bullizus. Po shiko si jam unë. Unë jam shumë i shumtuar për mos qenë pollizues, duhet e kam mekanizëm mbrojtës. Pra fol, se në fakt shumë ndodh gjithmonë. Po sigurisht, po ndisha bukurohesh pse do t'i bija të tjerëve. Hundën, shikoj, ai është pollizuesi më i madh në botë.
të paktën e pranon dhe më bëhet shumë qefi që ka njerëz shumë që të dëgjojnë, që të kuptojnë, që dhe ata që bullizojnë dhe shkruajnë për komente dhe shajnë janë ata njerëz të cilët është e brëndshme. Kanë probleme. Është e brëndshme totalisht. Nëse bullizon dikë, nuk je i kënaqur me veten tënde. Je i palumtur, je i varfër, i shëmtuar, e siç jam unë. Po jam shumë lart në këto. Megjithatë, përtesha nuk jam bullizues, pse jam bullizues. Po realisht shkon, shiko, të më fal ti. Jam bullizues unë? Bravo. Absolutisht. Unë një gjë urrej vlla. I urrej të tjerët. Vet nuk ka rëndësi. Të tjerët mos bullizojnë. Unë po mos të urreja gjëra tek vetja, nuk do isha bullizues. Që urrej vet. Sfiduese je, nuk kam çfarë të them. Patate, edhe ti patate angre? Jo. Pse mora patate unë? Do një lloj, nuk është djeg, nuk djeg aq shumë. Të beton. Ta them sinqerisht. Nuk të besoj ty. A mos e si jam aq i keq? Unë mendoj se ti je shumë reaktive. Je shumë reaguese si natyrë, je shumë analitike gjithkohës edhe më analizon. A ke ndonjë dashuri keq fare o Efi? Po, patjetër. Në çfarë moshe ka qenë kjo? Tani. Në moshën 26. 26 vjeç, deri 26 vjeç nuk ishe dashuruar marrëzisht? Jo? Jo, isha dashuruar, por nuk mendoj se dashurit krahasohen. Mendoj se janë të ndryshme. E kuptoj. Po ti nuk mund të ndihesh të njëjtin emocion kur je më vogël, kur rritesh, kur kupton, ndryshojnë gjërat. Unë mendoj se dashuria që do vi tani nuk është se unë do them është më e madhe apo më e vogël, do jetë thjesht ndryshe. Po për mua dashuria më e madhe ngelet dashuria ime e fundit. Sepse atë e kam më të afërt, atë e ndjej, e kam të freskët. Kjo e fundit, u fole kështu, do të thotë folën e të kaluarën, nuk është të? Jo, nuk është. Je ndar? Jem ndar. Sa kohë ishe me djalin? 3 vjet. 3 vjet, u ndave pas 3 vitesh. Pse? Atë se thua dot, po s'ka problem. Shu jeni ju të gjithë, më tregoni kur e puna të thonin e lajm kështu, tipi, se di. 3 vjet. Po. Nuk janë pak në fakt. Jo, nuk janë. Po nuk janë as shumë. Për mendoj. Deri tani s'na bëre me pi. E kujton ndonjëherë pi në emër të ti? Gëzuar o vlla, s'ka gjë, do gjesh më mirë. Se vrim edhe Efi do gjej më mirë. I Figenia, sorry. Për sa kohë nuk zgjati, nuk ishit për njëri tjetrin. Dashuria më e mirë gjithmonë ajo e fundit, pra the. Patjetër. Shife more sa politikisht korrekt që është, more patjetër. Dakor. Do mendosh të rish vetëm, je e hapur tani për lidhje të reja gjëra, apo pas 3 vitesh ke nevojë pak për veten? Kam nevojë shumë për veten, jo pas 3 vitesh, kam nevojë për veten pas 29 vitesh. Po nëse humbet një dashuri potenciale, do të thënë, e ke parasysh që njeriu nuk duhet i mbyll kurrë dyert, dritaret, çakrat, energjinë e tij. Po nëse ti beson në energjitë e çakrat, atëherë nuk mund të thuash këtë gjë që sapo the. Nëse është diçka e destinuar për mua, do vi. Nuk ka kumbe. Jo, mos është e destinuar, nëse ti je i mbyllur, prandaj njeriu mundohet t'i hap çakrat, që të lejojë energjinë të vinë. Nëse ti i mbyll, nuk vjen. Tani, për aq kohë sa ti energjetikisht je down, pra nuk je mirë, njerëzit që ti do afrosh pranë vetes do jenë të njëjtën energji me ty. Që kështu në këtë moment jetës time jam mirë, por jam në një fazë rikuperimi. Dhe njeriu ka nevojë të merret me vete që unë të rimarr energjitë e mia dhe kur të vi personi radhës, unë të jem plot. Çfarë po bën për t'i marrë? Po rri me veten dhe po e shijoj shumë. Po shijoj shumë edhe një moment që shoh një film, po shijoj shumë edhe kur dal me shoqërinë time, po shijoj shumë edhe kur punoj, po merrem me çdo lloj problematike dhe traume që unë mund të kem përjetuar, po merrem me zemrën time, po merrem me shpirtin tim. Është njeriu në gjendje që të kuroj, e para njëherë të analizoj veten e tij, ti kuptoj vërtet se cilat janë traumat dhe pastaj ta arrit të është. Po. Pa ndihmën e dikujt tjetër? Jo, pa ndihmë nuk mund të bëhet, por vetëm duhet një çfarë lloj ndihme ti kërkon. Unë personalisht unë e flas shumë shpesh pjesën e shëndetit mendor dhe shpirtëror. Dhe unë mendoj që gjëja e parë që patjetër duhet bërë është që ti të kërkosh ndihmë, është hapi i parë, aty do të thotë që je gati. Unë personalisht për herë të parë kam kërkuar ndihmën një psikolog, por mendoj që është hapi i parë. Psikologu për mua fillon tek shtresa e fundit,
tek mendja më shumë. Pastaj ka hapa të tjera që ti fillon edhe futesh pak më thellë shpirtit tënd, zemrës tënde, fëmijës tënd të brendshëm. Si mund ta njohësh edhe më thuaj që më kuriozove tani. Ka disa lloj mënyra. Meditim po themi kështu, por edhe meditimi, se meditimi është të qëndrosh me veten, të qëndrosh në heshtje, të dëgjosh zërin tënd, të dëgjosh çfarë ti ke nevojë, të shohësh se ku ti fillon edhe agjitohesh, fillon edhe çfarë të streson, aty ti kupton çfarë nuk shkon me ty. Ka shumë lloj metodash, por që nuk do doja ti. Secili ka personali. Po, shiko, janë gjëra që rezonojnë te dikush nuk rezonojnë. Do vi një moment që unë do t'i flas që të gjitha, por nuk është. E hiruan për projektin e saj të radhës miq. E kuptova? Miq, se më the diçka që je duke përgatitur diçka. Nuk e themi dot çfarë është, por që ti je duke përgatitur diçka. Kam shumë kohë që e përgatis. Kur thua shumë kohë tipi ca kohë? Kam 2 vjet. 2 vjet që ti po përgatit një projekt. Po e përgatis, po e shkruaj, po e fshi, po rritem unë, rritet edhe pritshmëria e projektit, rritet edhe ideja e projektit. Pra aq kohë sa unë nisa, normal nisi me një ide të podcastit, si të gjithë. Po është shumë më e thellë se sa kaq, nuk dua t'japën shumë pesh. Edhe duke e kuptuar unë dhe duke njohur unë veten dhe natyrën njerëzore, se ti kur njeh veten ke mundësinë të njohësh të tjerët, atëherë kuptoj se çfarë do i bënte mirë shoqërisë tonë. Ata që duan, është si puna e psikologut, siç pak më përpara, nëse unë ty të them ti ke nevojë për psikolog, nëse nuk ke për të shkuar, çfarëdo lloj gjëje që unë do të them. Kam asnjë lloj problemi. Problemun? Unë jam shumë mirë. Nejse, shkojmë tek ku jemi tek e 6-ta miq. Me çata provojmë. Ka salçiçet tona e shkret ka 5. Oh! Ja, mos e ashtu duhet është. Më fikson kjo çik. E lyva mjaftueshëm? Goc, tamam. E se më jo keni pa në Big. Ç'ne për Big? E fikush ishte qëllimi i Bigut. Ta bëj sigur e ha. Jo, e fi ke prasysh të ndërro sallamin. Se kuptoj pse i han njerëzit këto. Se njerëzit kanë qef si dojnë veten e. Wow. Ui, s'ka? Do? Më thuaj që jam i bukur. Më thuaj që jam i bukur si ujë. Thuaj që çunin më të king që ka. Si du se, edhe mua shi lop. Hem, si në ujë. Cili qumshtin, pra? Po thuaj një fjalë të mirë, Des. Mos ja sill qumshtin, pra hiqja. Ta përvëroj qasë. Ja, s'ka në të kjo. Kjo është më djekse. Është në përvëllim. Të që shilon njërë dhe... Po qa kjo s'bëga asgjë? Po sa pive ti? Ta pish gjithën atë? Kloari dhe kur ndoj gjithë mua, kam bërë pushim të gjatë. Disha. Diqe! Diqa, ngorda! Fut patate. Patate atë shklane. Ore, po s'keni gaturuar radhën? Ua, s'mbaron. Te emocionova. Po më drite trupi, ha? Është efekti im. Ore, ta pit gjithë me vërte? Po se këteve gjithë qumshi si do ftohesh. Ka diçka. Dike me ndyrë. Këta i t'i ndyre, mo. Sallamet me ndyrë janë. Ore, qa kemi bërë? Kemi gaturuar radhën? Seriozisht? Pas kemi vëllë të 9-ën të e 6-ta. A thua ti e të bërë ka stile? Por të fakt pëse? Efi. Nuk del, man. Së të del e keqja. Si, edhe kur pi qumësht?
Fol një greqisht mbase. Jam Ilalnika. Hey, është shumë djegës kjo. Mua më la. Të la? Më la. Hajde, Efi. E more vetëm. Mora, më torturuat, faleminderit. Mo mirë. Nuk do të harroj kur. Nuk do më harrosh kur. E kam këtë efekt. E ke? E kam këtë efekt. Jo për mirë, po që... Rëndësi ka kjo, rëndësi ka që i pa harrushëm. Jam pa harrushëm. Ashtu tha dhe Hitleri. Megjithatë, do të pyes një gjë se më duk shumë interesante për diskutim. Ma beson shoqërinë Ifigenia burr, gocë ose mashkull femër? Se nuk thuhet mashkull femër sot se ta marrin për keq. Mashkull mund t'i thuash mashkull, femër nuk i thuhet dot. Po pse, se kam kuptuar asnjëherë këtë. Dhe mua më është dukur deri diku e çuditshme. Gjinia grua është? Si është gjinia? E pra se mua fjala femërore më duket shumë e bukur. Edhe unë e them shumë shpesh dhe më korrigjojnë, jo femër, grua. Po, qartë. Po nuk është si në anglisht, se në anglisht female ose filiko në greqisht thuhet vetëm për të përshkruar gjinin, kurse në gjuhën shqipe, mua më duket paktën, duket sikur përshkruan feminilitetin, energjinë që ka gruaja, edhe më duket e bukur. Nuk është se e them me konotacion negativ. Mund të jenë shok me njëri tjetrin, beson te shoqëria e dy sekseve të kundërta? Po, besoj, un kam shok. Po, kam shok. Me kalimin e moshës, në fakt secili vazhdon jetën e vet, nuk është se kam aq afrimitet sa dikur. Sa afrimitet mund të kesh me një deri ku mund ta çosh një herë? Për shembull, mund të flesh me një mashkull në të njëjtin krevat, e ke shok? Ka ndodhur. Po ka ndodhur se kanë qenë kushte të tilla. Ka qenë krevati fundit në këtë botë? Po, ka qenë krevati fundit në këtë botë në fakt. Por që unë mendoj se ka shumë në dorë femra se si ta menaxhoj marrëdhënien shoqërore, nëse Ti thua që e menaxhon femra? A di, ka qenë një periudhë e jetës time ajo që unë kam qenë si burr, që të jemi, do të thënë unë ndrova që të para operacioneve. Se më shakaç. Nuk mërziten fare. Ka qenë një periudhë që jam atëherë. Unë e bukur kam qenë gjithmonë. Ti je një version tjetër i të bukur. Jo, ideja është që ky është një opinion dhe mua nuk më shqetëson opinioni të tjerëve. Dakor. Unë për veten time mendoj që sidomos i imi domethënë nuk është se. Unë mendoj që jam një yll dhe kam qenë një yll dhe jam një yll. Po, shiko, sado mund të më ndjejë sigurisht një çun, prap ke qenë një gocë e bukur. Kjo është ideja. Po, por gjithsesi sado e bukur që ti të jesh, nëse sjellja jote është shumë mashkullore, atëherë ti humbet atë që themi feminilitetin. Dhe automatikisht paçka se ishte e vështirë, ka qenë një periudhë që kam qenë e rrethuar vetëm me çuna, se shoqëria, kam ik nga këtu, kam pas nevojë për ndihmë, dhe mua më është dashur që unë të jem komplet burr, të gromësisja, të sillesha, sa rria madje edhe kështu. Sado ti të sillesh me këtë sjelljen mashkullore, cila do qoftë ajo, po pak a shumë mund ta imagjinoj. Pra më e lirshme, po themi në veprim, jo kaq koket. Këtë quhen femërore, po them keq fare ti. Ishe keq fare tipi? Keq fare. Çfarë keq fare mo lal? Keq fare o lale, madje erdhi një moment që s'dija më të ecja si femra, mu bë ves. Tani kohët e fundit me kam marr veten se isha bër komplet. E di sa batuta më vinë, po që janë për pipe dhe nuk dua ta ul bisedën. Gjithsesi, ti mendon se edhe duke qenë e tillë për shembull. Jo, nuk e mendoj. Nuk e mendoj. Pra, një mashkull në moment fund të ditës po ushtri domethënë mua prap femër më dukesh. Patjetër që e mendoj, po çfarë më bëhet tani puna jote? Kur s'du unë, s'ke ç'a bën. Po një shoqëri, a nuk duhet perceptuar një lloj nga të dyja palët? Pra ti mendon për atë, të njëjtën gjë që ti ndjen për palën tjetër. Më kupton çfarë duhet të them? Shiko, problemi është që nuk ke se çfarë bën, sepse mendja e njeriu, prandaj është krijuar të rri aty brenda dhe mos të dëgjohen mendimet. Dhe është krijuar goja për të folur dhe për t'i nxjerrë. Tani unë nuk jam në mendjen e dikujt. Patjetër që e perceptoj që mund të ta ketë menduar, po ç'më duhet mua? Po për të. E kupton? E qartë. Pastaj sot që unë i kuptoj gjërat më mirë, që jam rritur, tani vazhdoj të besoj, po e di që ka një limit, nuk është aq e pastër sa mund të jetë femër dhe patjetër që ka çuna që mund të shohin në atë lloj mënyre, mund të shohin vetëm si shoqe. Nuk e besoj këtë. Nuk ka fare, nuk ka shans. Po e dim pra si është mashkulli. Më thuaj si është mashkulli. Po e dim pra. Po pse bën shoqëri me meshkuj, pastaj e thua, pastaj ta kanë fajin. Aq të këqij janë meshkujt sa i ke dhe shok. Unë thash që ma kanë fajin, unë thash që unë e kuptoj, e perceptoj që ndoshta mund të jetë, po për aq kohë sa është në mendjen e tyre, nuk është problemi im.
Është Unë thasha beson shi. Gjithë. Shko, mund ta shpangësh këtë salcë, vetëm që ose më përgjigjësh saktë gjitha këtyre pyetjeve. Okej, hajde. Ma. Ti me greqishten je mirë besoj. Po, shumë mirë jam. Si i thon burojës greqisht? Panoplia. Panoplia. Një panoplia është gjithë veshja. Buroje pra. Gjithë veshja. Panoplia është kur ti vishesh gjithi. Është gjithë ajo, Ajo që ke në dorë po thotë? ajo që ke vetëm në dorë. Spidha. Spidha, bravo. Branda! Tani shpresën e Titi. Elpida. Bravo. Lule lakrën, Konopidi. hidhem, Ha? hidhem. Pidhao. Pedali, Pedali. pedali bicikletës. Pedali. Si? S'po vjen. Pidhalo. Me vërtema? Po, e tha në formën e shkurtër. E tha? Në formën e shkurtër, po. Greqisht. Tope. Bravo. Ja shures. Si thon zemrës? Kardhia. Bravo. Po kyçit? S'po vjen. Karpos. 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 Po goshdës? Qa pyetje, të gjitha me kështu janë, pista, kuptova, Po ti, fillimin e di si është. Goshdën e di fillimin. s'po vjen fare. Se nuk ta ndaj dot si fjalë që të them vetëm fillimin se duket keq. Të them fundin. Fi. Karfi. Bravo, re, si Jelja, bravo. Shalqirit? Karpuzi. Anies? Karadhito Karadhi. thengari, po, i Jelja ke haruar çikë. Mos e zvin. Sa vite u bëre që si? Që 15 vjeç po. S'ke shkuar më fare, Jo, shkon, kam shkuar, i viziton. kam shkuar, po. Cila është gjëja që të bën më shumë malli për Greqinë? E shpëtoj një salcë. Po ta quaj që i gjete. Po patjetër që i gjeta, unë thash gjithë këto fjalë, mos ja fut Nuk i kot. gjete të gjitha. Tani. Gëzuar me bumbu të gjithë. Do që bumbu? Jo, faleminderit. Se kam mbaruar akoma. Ti pije më shumë gjinin, me sa je kështu që flihet gjini. Vazhdon bën servitje tani? Si thu vazhdo më bë servitje, sikur unë gjithë jetën kam bërë servitje. Po duke shumë në formë sikur ke bërë gjini. Jo, unë tani kam filluar palestrën. Prapë uroj që ta vazhdoj, se zakonisht se filloj e lë, nuk është se jam shumë e disiplinuar. Nuk Nga kam greku shkuar. çfarë të merrte malli? Në jeta, ka një energji, o të paktën ka pas, nuk e di si mund t'jetë akoma tani, po njerëzit kanë qenë më alegri, më... Jo, bëj gjithmonë këtë pyetje të them femrave. S'ka që kuptohesh. Grave. Grave që kam në këtë emision. Si është burri yt ideal? Ka dhënë përgjigje Orin e Bia, Jonida Sheu, ka dhënë përgjigje spektakolar. Kudes barrasht e lartë. Unë mbyta. Flasë shkeq për gratë. Është 20 herë. Si është burri im ideal? Burri im ideal është dikush që e do shumë veten. Narcist. Jo, dashuri e pastër. Nuk po them për Në narcisizëm. që se do shumë veten, Jo, nëse ti ke Si do të bëjë? vetbesim, nëse ti e do veten, pse e quani gjithkohës? më fal. Është tjetër ti jesh Ua, egoist, dhe syri. tjetër të duash veten. Egoja është tjetër gjë, dashuria për veten është tjetër gjë. Dhe kur unë them dashuri për veten, e kam kuptimin që ka aq vetbesim sa nuk mundohet të muli mua për të ngritur veten. Pra, për mua është një nga gjërat më thelbësore. Pastaj të tjerat, okay, do doja të ishte pak më i gjatë se unë, patjetër. Kështu brun, bjond, S'ke këto preferencë. gjërat nuk më interesojnë fare, që kështu për mua ai është thelbi. Patjetër jeti mirë, mos jeti shëmtuar. I bukur dhe ti pëlqej vetja. Jo i Ose ta bukur. doj. Jo i bukur. I mirë. Kush është, më thuaj një shembull se kjo është e bukur. Kush është një mashkull i bukur për shembull? Kush është? Kush është një person që është i bukur nga mediat? Mund mos jetë shqiptar, mund jetë i huaj. Kush është standardi i bukurës? E kam bërë edhe një herë deja vu kjo bisedë. Po, ma jep telefonin ta tregoj se s'jam mbaj mend emrin. Mos e kam gjëra shumë personale. Shi, çik. Të fshi gjërat?
Po hëmë te Google-i ke gjëra personale? Po kërkoj lloj gjërash më. Ja, shikoj çfarë janë. Nuk shoh fare se s'më intereson. Po pse e mbyllë si të kot, si pandër? Po jo, nuk shoh unë. Kur më thon nuk mos shih. Unë e lash pikërisht te search për të parë që nuk shoh asgjë. I fshi se i kontrollon gruaja. Ky është mashkull i bukur? Ky është ai italiani që xhiroi atë soft pornin. Ai. Ti i pëlqen vetjet ai shumë. Unë po them pamje, mos i ngatroj gjërat që i pëlqen vetja ti, çfarë personaliteti ka. Unë po them si fizik, ai është yll. Është ky, e dini më ky që xhiroi atë, si e kishte ajo 365. 365-ën. Ky është seksi, apo është? Për mua ky quhet i bukur. A di, për mua i bukuri nuk duhet të jetë në sytë e mi, ky është i bukur. Çon si ka se kjo është. Domethënë edhe po të ketë defekte, se ky ka çik më të madhe kështu me atë. E bën mashkull nuk duhet të jetë perfekt, thua. Jo, nuk duhet të jetë fare perfekt. As nuk duhet të jetë as nuk duhet të jetë më i mirë se unë. Ti je i mirë. Po ti je mirë je? Po pra, i mos jetë më i mirë se unë, kaq po thoja. Po sa do bë keq se ty të jetë prapë i mirë do jetë. Do martohesh me ndonjë të huaj? Jo. Nuk më pëlqejnë të huajt. Fare. Nuk kam pasur kur lidhje me të huaj, nuk kam pëlqyer kurrë të huaj, nuk e di. Dua të flas gjuhën time, nuk. E gjua është greqisht sigurisht. Po, as grek s'kam pëlqyer ndonjëherë. Seriozisht e ke? Nuk të pëlqejnë grekët? Jo. Po aspekti financiar është i rëndësishëm te burrat. Po, është i rëndësishëm. Sa i rëndësishëm? Ti vetë po një rocktar. Jo. Shiko, unë sidomos tani e mas shumë e veten time. Unë nuk jam një rocktare. Je nxjerr mirë tani? Unë nxjerr shumë mirë, jetoj shumë mirë, që kështu patjetër që duhet jetë më mirë se sa unë. Unë e ndjej domethënë unë e ndjej si më ambicioz, më të fortë, s'di ta shpjegoj, por nuk është ideja të ketë për të më dhënë mua. Të ketë për veten e tij, thjesht tek sytë e mi është thjesht unë dua të marr nga vetja e tij në sensin atë siguri. Po, ideja është unë jam 30 vjeç, okay? Nëse unë do isha 24, do njihja një djalë 24, të dy jemi në të njëjtat mundësi, aty do ishte okay se të dy na bashkë mund të ecin dhe mund të rritemi. Kurse unë sot jam 30, ai do jetë minimumi 32, 35, 36. Në momentin që ai nuk ka arritur gjërat që duhet të arrijë, unë nuk mendoj se mund t'i arrijë më vonë. Pra ne jemi në një fazë që ne gjejmë gati njëri tjetrin. E kuptoj atë. Në të dyja palët. Pa çka se për mua ka rëndësi, por nuk është gjë e parë që unë shoh. Por është midis asaj paketës duhet jetë edhe ajo. Se në fund të ditës dëgjoj sa do që ne të bëjmë këtë se materializmi, se ku di unë, vuajtjet e problemet më të mëdha në familjet tona kanë ardhur pikërisht nga skamja. Atëherë pse unë kur mundem mos gjej dikë që është i Zotit, punon, jam e zonja, punoj dhe rrisim një familje të Zotit të dy, më të shëndetshme se çfarë jemi rritur unë apo dhe ai. Jam 100% dakord, Vigeri. Po. 100% dakord, shumë mirë vendon. Edhe unë zëpranoj do të kur një burr për te gjendjes financiare. Po bën sens, në fakt, ashtu duhet jetë. Do ta provojmë të nëndën, hajde bëu 3 mnesh. Këma? Të? Ku ishim në të? Të, hajde. Bëu 3 mnesh tani. 3 mnesh janë për gjëra të tjera, po pse më detyroni të ha dietë? Të gjithë që s'janë të rima, thonë që për gjëra të tjera jam 3. Të do gjaj shumë duket ajo sa që fillove të krijosh tolerancë. Shumë jo profesional. Unë? Ishte lidh me atë. Ishte lidh me kompjuteri, nuk ishte zilja telefonit. Bëri kompjuteri. Nuk e di kush e ka ndez. Ti e ke ndez? Ju e keni fajin. Ata e kanë fajin. O, Lali, nuk kam aq shumë të ardhur të kemi staf profesional. Janë kupton ai ndroi salcën ky tjetri. Pa leka regjistruar apo jo, nuk e di, ka ndez kamerë. Una kemi bërë dhe pa 100% të bisedën. Të shojmë në fund. Me Bigun si ishte ideja? Ç'ne që nise me Bigun Ifigenia? Marrova atë formatin përputhen ti? Të erdhi vet oferta apo u vet ofrove? Jo, më erdhi vet oferta.
Kam qenë në një fazë që doja t'i provoja vetes dhe të tjerëve që unë vlej. Edhe familjes, normal. Edhe ajo më shtyu më shumë për t'u futur. Brenda meje e ndjej që unë vleja, por kam pas shumë probleme me vetbesimin atë periudhë. Ke pas probleme? Po, shumë, pa çka se unë Dukesh sikur je një njeri që ke. nuk duken fare. Po, që kam. Po ashtu, dita kamufloj shumë mirë, pa çka se sot kam, atëherë nuk kisha. Po dhe atëherë kur s'kishe thoje që kishe. Nga ta dim që tani ke vërtet. I'm joking. Po, okej, s'është se du të bind njëri, Ja, mami. po, Unë do kisha qeftë me bindje. jo, E di se qëllimi jot, po doja të bindesh për shembull që ke. Do të thënë në sensin që kush do thoshte që s'kam vetbesim. Do ta thoje unë e kam thënë. Pse? Unë e kam thënë më përpara që s'kam. që s'ke. Po, e kam thënë. Shiko, ti mund ta kuptosh dikë, pa çka se unë kam pasur një lloj mburoje shumë të mirë gjatë jetës time. Po ka ndihmuar edhe pamje në këtë mburojë. Se unë kur i tha një shoqës nuk ndihem mirë, nuk jam mirë, pa jetë. Më thoshte mua ti ke dëshirë të dëgjosh, jo, ti ke dëshirë të dëgjosh që je e bukur. E thua kastile. Pra i thoya, unë nuk jam mirë, nuk kam nevojë t'ia them dikujt pse nuk po ndihem mirë, ndërkohë përgjigjja e tyre ishte do vëmendje. Që kështu automatikisht kur ti dëgjon këtë nga njerëzit e tu, ti fillon edhe e mbulon, se s'të kupton as të beson njëri. Gjithsesi atë periudhë atë kam dashur të bind të tjerët që unë vlej, të bind të tjerët që unë mundem, të bind të tjerët prindrit e mi patjetër. Dhe ai ka qenë qëllimi. A mendon se dole mirë aty Figenia? Mendoj se dola perfekt. Po, në fakt je nga individet që fitove nga ai format. Fitova shumë dhe jam shumë mirënjohëse. Fitova shumë, ka ndryshuar jeta që kur jam futur në Big. Çdo gjë thjesht u kthye. Shumica dërmues do thoya që kanë humb, në sensin që Ose s'kan fituar asgjë. Ose s'kan fituar asgjë, po. Pasi do ishte kritike ashpër thoya humb, po nuk është se kanë fituar diçka. Disa dhe kanë humb. Ti je nga ato pak raste që ke fituar. Kush lojtari më i mirë që ke parë atë lojë? Luizi. Po pas Luizit. E flas edhe nga Bigut më vonë, ëh? Domethënë nga Big Brother atë. Jo, para mund të them, vetëm para nesh që më ka pëlqyer Donaldi edhe Iliri, po nga domethënë formatet më vonë, jo. Jo, sepse më mendoj se pas nesh filloi dhe u prish pak. E vendos veten tek 5 më të mirët e të gjithë. Po, e vendos. Jetë 5 më të mirët që ka luajtur. Po, e vendos. Komentoni poshtë, a është Egla tek 5? Kush më? Egla thash, kisha mendin tek Egla. A është Efi? Egla më fal zemër. Doja të thoja po Egla si të duket. Egla që fitoi. Nuk kam. Lojtare fort ishte për shembull, domethënë e çoi deri. Unë s'mendoj që Po me Gjestin për shembull do kishe, mendoj se doja kishte dalë, qofse do ishte Gjesti dhe Luizi mendon në një Big Brother. Mendoj se Gjesti me Luizin do hashëm, për shembull ta kishte lodh nga nervat Gjesti Luizin si ishte hiperaktiv. Kum çove tani ta mendoj këtë gjë, nuk di çfarë. Po këtu jemi për të menduar. Ideja është këtu. Unë nuk e krahasoj dot Luizin sepse pas ti filluan edhe imituan shumë lojën e tij dhe nuk di të them. Po të ishin bashkë, do ishin ndryshe, nuk di ta them këtë gjë. Dhe mos ngelemi shumë këtu, të lutem, se ka ik Bigu. Jo, mo dakord. Shkojmë tek Te salca? Po. O zoti më. Mo ç'ke, pse bëre kaq vështirë? Po ku isha? Unë mbarova unë. Sheshi. Po lyje çik lyje. Lyje mos bëj me hile. Shazuri dhimi e kokës nga djegë ore. Ba. Bëre si maç. Maçi dhe nga jugu. Po. E kemi tradit në flak fari që të tregojmë një Barcelet. Dinoj Barceleti apo Jo, unë s'jam fare mirë për Barcelet. Më pëlqen të dëgjoj dhe qesh. Simo mendoj se ishte rasti klasik i individi që tregon Barceleta, nuk e di pse. Jo, s'di. Barceleta. I them me jargon. Ba. Tani si është plani? Çfarë do bësh me jetën? Që do bëj me jetën? Do e shijoj, më thënë. E kuptoj, tani e ndarë, do ta shijosh, si është ta shijosh jetën? Dhe mos apo kuptoj ti nuk është se je shumë e zënë apo jo? E zënë me punë? E zënë me kohën, me kështu, domethënë puna jote është që të menaxhosh rrjetet e tua, të bësh promovimet e produkteve të tjera. Ajo duket sikur është një punë e cila nuk je shumë e zënë, po je shumë e zënë në të njëjtën kohë. A ka shumë të ardhur? Mirë, me thënë drejtë. Mashallah. Ç'a thumi?
Bën një jetë mirë. Ja plotson gjërat të gjitha vetë. Me sa mund të bëj një jetë mirë një njeri në Shqipëri, thua ti? Me 5.000 euro në muaj? 6? 7? Se di që do të dalësh e çmimi po. Se thot njeriu. Do ta lije punën po ti jepja një rrok 8.000 euro? Për çfarë duhet dalë? Shkuam të 7 dhe vazhdon tani 8. Okej, dakor, e kuptova. Pra është mbi 5. Sa lek bëjnë këta olla? Ore u grin lekë, ç'a bëjnë një postime olla? Ç'a bëhet me këta? Po, kështu thuaj ti. Jo, zakonisht po. Shiko, Duket. ajo ashtu është në fakt, po që ti të kesh një lloj influence të shtrihesh tek një rrjet kaq i madh njerëzish, normalisht shumë e vështirë ta krijosh. Ajo është një punë që ndoshta nuk ka një lodhje fizike, se ti s'po E qartë nuk po. nuk po lodhesh fizikisht, por mendërisht lodhesh, me thënë të drejtën. Lodhesh sepse edhe koha jote, për shembull ti mund të shkosh diku supozohet për qef dhe nga jashtë duket që ti po kënaqesh, po ti ndërkohë me një telefon dorë, s'po kënaqesh fare, je duke bërë atë gjën. Dhe nuk është e bukur, është e lodhshme mendërisht dhe shpirtërisht e para. Pa çka se jam shumë mirënjohëse, ëh, se siç Të tham, kuptoj, e qartë. siç tham të ardhurat janë shumë të mira, por nuk mund të them që është diçka e thjeshtë, hajse sikur çfarë po bën ti. Është e vështirë, madje je edhe pa orar. Nuk është puna se shkon në shtëpinë orën 10, mund të vi mesazhe në 12 që ke bër diçka gabim, që s'u pëlqen një gjë, pra komunikimi me njerëzit. Kjo është gjëja që ty të streson mendërisht. Dhe kohën që nuk e ke të organizuar. Është që Unë jam dhe pak njëri pa organizuar, jam kështu Okej. bëjmë lëmsh, që kështu bën bashkë. Ke shënuar titullin aty, të paktën 12.000 euro në muaj, Ifigenia pranon shënuar flak fare, të paktën 12.000 euro në muaj të ardhurat nga Instagrami dhe e fundit mos shiko ashtu se ti e di që unë nuk do ta bëj atë gjë. Shpjesë e shakas. Ore nuk do ta postojmë fare këtë intervistë vetëm që Të bëf të mirë. Ba. Nuk do ta përfundosh? Ja. Ba. What the fuck? Pse të vuj unë? Vuj ta i herë. Vuj ti. Jam pirë. Nga krau juaj. Qa të dhuaj? Mungesa që kam bërë këto ditë, ka bërë që të filloj të mbije. S'ke më tolerancë? Jo, vëra toleranca. E por qoftë se s'ke diçka për të shtuar atëre, vjen të duroj një burr. Po pse? Ose dua të bëj shaka, do të bëj si idiot. Okej. Të duroj suksese në gjithçka do, Faleminderit shumë. të gjesh vetveten, E kam gjetur. ta gjesh akoma më shumë vetbesim, E kam gjetur dhe atë. të rriten kontrata. Okej. S'ka ku shkon më, thot. Shëndet, lumturi, dashuri, gjithë ata që do pranë gëzuar vitin e ri, domethënë se u bë e tillë. Faleminderit shumë, të uroj gjithçka çfarë uron për mua. Të falenderoj. Edhe të uroj gjithashtu duhet të uroj që. Jo, si unë nuk do. Po çfarë ke? Ua, si Ta emocionar gjithmonë. Unë në fakt të urova burr, nuk mund të ma kthesh mbrapsht. Po e deshe? Jo, nuk e dua, po e dua për ty. Uroj të gjej një që ta sjell ty. Dua të falenderoj ua miqe Francin që na ka bërë nga tresat e salsave sot. Bum tonën me kremviçe, salcice, prosciutto. Miq vuajtë, nuk e di çfarë kapi noje. Pse më shikon ashtu po pse më shikon ashtu po që rri kraju gjithmonë sa herë digjem. Dhe argjet arrito Ladër që ka i dhurat për nuk partikuloj dot. Për Ifigjenin. Ua, dhurat për mua? E mos e na mendon sikur jemi negativa. Merë këtë dhuratë. Ta hap? E ose është bosh mos e hap para që. Nga ka që brenda. Qa me do se do isha një pozitiv? Hape po hape. Jo, mos duhet ta hapje për kamerë. Hape për kamerë po hape. S'miq të dashur, çfarë vuajtje ishte kjo. Djegja ime ishte për koment Shako Hoxha. Kutia është e madhe, nuk është se ka që të madhe. Duhet ta zgjidh. O zoti i madh, o zot. Po si ishte një diamant? Diamant është. Mirë se i mbaj unë këto, i mbaj. E më e shif. Me gok lari është. Pas keni menduar për mua, shumë e bukur është. Faleminderit. Se është sponsorizuar, bëj edhe një herë. Shumë e bukur, faleminderit. Edhe më shkon, si të shifet. Mirë të është me gurat që sillin fat ato edhe me gok lari, ta dish. Ja ku janë këto të ari, po shumë e bukur. Dhe ja kështu i si mbaj unë për fat.
Miq, mos harroni ta bëni follow dhe subscribe në të gjitha rrjetet tona sociale deri puntatën e radhës miru ta kofshim. Puç.